Efektivët blu të policisë së shtetit do të jenë prezent në të gjithë territorin toksor detar ajror, me qëllim që sezoni turistik dhe pushuesit të mund të kalojnë pushime pa problematika. Ministri i Brendshëm, drejtori i policisë së shtetit, komandanti i forcës detare, dhanë detaje për planin e masave që po zbatohet, duke vënë theksin te bashkëpunimi i qytetarëve dhe subjekteve me autoritetet, pasi policia e shtetit, policia kufitare dhe njësia policore detare do të jenë në terren me kapacitete të shtuara, teknologji moderne dhe gatishmëri të plot për të garantuar rendin, sigurinë dhe një shërbim dinjitos gjatë gjithë sezonit. 35 motor ujë, personel i trajnuar, patrullime intensive në të gjithë vijën bregdetare dhe monitorim nga ajri me dron do të jenë në funksion të sigurisë së pushuesve. Përmes teknologjisë dhe lidhjes direkte me sistemin Teams, policia kufitare do të lejojë procedurat për jatët, velierat dhe mjetet e tjera lundruese që vizitojnë vendin tonë, duke ofruar kështu një shërbim më efikas dhe më të shpejtë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit. Dotja nga anijet dhe mjetet e tjera lundruese, edhja e mbetjeve në det apo shkarkimet e palishme përbëjnë rrezik për ekosistemin detar dhe dëmtojnë potencialin turistik të vendit tonë. Ruajtja e pastërtisë ujrave dhe vizë bregdetare është një përgjegjësi që na përket të gjithëve. Deklarata u bën nga Durrësi gjatë takimit mbi masat për garantimin e sigurisë gjatë sezonit veror 2026, ku u theksua se siguria e qytetarëve dhe miliona turistëve që zgjedhin Shqipërinë mbetet prioritet.